90% e bizneseve shqiptare nuk do mbijetojnë dekadën e ardhshme. Jo për shkak të krizës, për shkak të AI-s. Dhe jo, kjo nuk është frikë, është histori. Në vitin 2000, shumë njerëz e pan internetin si mod, deri në 2010 u zhdukën. AI nuk është aplikacion, nuk është ChatGPT. AI është infrastruktura e re ekonomike. Dhe shumica e bizneseve shqiptare ende punojnë si në vitin 2012. 4 gabime po i shkatërrojnë. 1. Mendojnë se AI është vetëm për programues. 2. Presin që dikush t'i shpëtoj. 3. Blejnë software pa ndërtuar sistem. 4. Punojnë brenda biznesit kur duhet të ndërtojnë biznesin. E ardhmja i përket atyre që ndërtojnë sisteme. Çdo proces, automatizim. Çdo automatizim, leverage. Ti nuk je më operatori. Ti je arkitekti. Ti je ai që komandon rrjetin e inteligjencës. Nëse të interesojnë sisteme si ky, ndiq Origjinën.